Pse i keni këmbët gjithmonë të ftohta? Ja çfarë tregon kjo për shëndetin? Anemia, këmbët tuaja të ftohta mund të jenë një shenjë se jeni anemik. Kjo do të thotë se trupi nuk ka mjaftueshëm qelizat të kuqe të gjakut. Sëmundja e arterieve periferike. Kjo gjendje ngadalëson nëse bllokon qarkullimin e gjakut në këmbët tuaja. Qarkullimi i dobët mund t'i bëjë këmbët e ftohta. Diabeti. Nëse keni diabet, jeni në rrezik për një sër problemesh që mund të prekin këmbët. Hipotiroidizëm, ose thënë ndryshe tiroide jo aktive. Tiroidja, një gjendër në formë fluture në qafë, mund të jetë fajtore për këmbët tuaja të ftohta. Ajo prodhon hormone që prekin pothuajse të gjitha organet. Hormonet gjithashtu ndihmojnë edhe në shndërrimin e ushqimit dhe oksigjenit në energji. Nëse ju keni një tiroide jo aktive, ajo nuk lëshon mjaftueshëm hormone dhe mundet ju bëj të keni ftohtë kudo.